persona të tillë dhe për vepra të tilla ta meritojnë dënim me vdekje. Mendoj që procesi në rastin e Liridon Ademajt ka qenë një proces i rregullt brenda afateve ligjore të trajtimit të çështjes afër 2 vite, duke pa kompleksitetin dhe natyrën mjaft të rëndë të rastit specifik. Konsideroj që gjykata e përfundoi me sukses atë që e ka gatuar mirë policia dhe prokuria, përkatësisht grumbullimin e gjitha provave të cilat vërtetojnë në mënyrë pa kontestueshme faktet se zotni Naim Morseli me Granit Plavën kanë përgatitur dhe kanë ekzekutuar këtë vepër makabre, e cila ka rezultuar me vrasje dhe në rrethana mjaft rënda. Konsideroj që ky hetim është një hetim shembullor që tregon që institucionet tona, policia dhe prokuria, në rast se kanë vullnet profesional dhe moral për të trajtuar çështjen ashtu si duhet, kanë përgatitjen dhe përvojën që me sukses të arrijnë që të zbulojnë provat në një afat shumë shpejt, rekord, dhe të kompletojnë komplet mozaikun e të panjohës kësaj lëndë. Kjo lëndë s'ka pas çështje enigmatike, ndoshta enigmatike ka qenë veç verzioni i motiveve të Naim Morselit se pse ka ardhur deri tek vrasja e njëjtës. Një herë ka pohu, pastaj ka mohu, pastaj ka thonë motivet nuk janë këto, nuk ekzistojnë këto motive. Nuk kanë shumë peshë përderisa gjykata mendoj që e ka vërtetuar qartësisht edhe me shpalljen e gjykimit sotëm që të njëjtit e kanë kryer këtë vepër, që mendoj që edhe shoqënia e ka kuptuar nga shikimi i këtij procesi se të njëjtit e kanë kryer këtë vepër dhe ka pasur mjaftuar shumë prova për ta vërtetuar këtë pohim. Konsideroj se dënimi i shqiptuar sot nga gjykata është në pritshmëri të një vlerësimi drejt, përputhje me ligjin ka shi rrethonave shumë të rënda. Është mendoj një prej rasteve më të rënda që ka pas Kosova mas luftës. Jo për nga numri të vdekurve, po për nga mënyra e kryerjes së veprës, që është një prej mënyra më të ulta të mundshme të vrasjes së një grua nga ana e burrit saj duke ftuar ndarë. Domethënë është një darkë e hidhur, është një paburrni e madhe e cila nuk ka përdihet në asnjë rrethon. Nga një gjykim i një ndërgjegje të ndershme dhe të shnosh mesatare të shoqënisë tonë. Andaj mendoj që sot ka pas shumë lot mesin e shoqënisë tonë, mesin e shumë grave, shumë burrave, që ata lot kanë qenë dhimbje dhe solidarizim me familjen e të ndjerës, e njëkohësisht janë edhe lot gëzimi për dënimin mendoj më së të merituar. Por nuk nënkupton që tash me këto pastrohet gjyqësori dhe që nuk ka të meta, që nuk ka dhe vendime të cilat mund të jenë edhe objekt diskutimi mbi, pavarësisht që gjykata mund të jetë ndier në një presion të madh publik dhe mediatik, sepse ka qenë interesi i shoqënisë, i publikut për ta përcjellur këtë çështje. Dhe mendoj që ky dënim me burgim përjashëm ka qenë i pritshëm dhe çdo vendim tjetër do të kishte një reagim shumë tash për shoqëni. Ata dy minimalisht kanë merituar ka qenë dënimi me burgim, kurse unë jam admirues që persona të tillë dhe për vepra të tilla ta meritojnë dënim me vdekje. Po Kosova është në rrugë për të futur në Këshill të Evropës, sepse përndryshe unë do të lëbëja për kthimin e dënimit me vdekje, nga se këta nuk meritojnë ndryshe vetë barazimin me ata që kanë shkaktuar një qenie të pafajshme, që ne ka kriju Zoti, një none e cila ka lënë jetima, një familje e cila ka humbur një bij. Por sido që të jetë, prapë kjo është satisfaksioni, ndoshta më i madh në rrethonat e asaj që ka përcaktuar ligji.